Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allah në falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wa salam, salatu dhe selam I dërgojmë. Ndërëm vllazën, çështje që kemi informuar inshallah nga sot, kemi me fillu me një seri të re të ligjëratave që ka të bëjnë me 4 imamat, me biografinë e Imam Ebu Hanifës, Imam Malikut, Imam Shafiut dhe Imam Ahmedit. Arsyeja për zgjedhjes së kësaj tematike ose serie janë disa arsye të shumta, por prej më të rëndësishme mund me thonë që jeta e tyre e këtyre 4 imamëve është e mbushur me mësime. Si nga ana e ndjekjes së diturisë, si nga ana e përballjes me sprova të ndryshme, qoftë nga pushteti, qoftë nga mosa e gjerë kështu me radhë, do thotë duke mësuar biografinë e tyre, se si kanë mësuar dije, e si janë përballë me sprova, e si janë sill me mësuesit e tyre, me nxënësat e tyre, inshallah kena nevojitet edhe për jetën tonë. Arsyeja e dytë është për shkak të keqpërdorimit të emrave të tyre, që bëhen nga muslimanët e sodit fatkeqësisht. Thonë shumë njerëz I mbrojnë bindjet e tyre, jo pse dojnë Ebu Hanifën shumë, jo pse dinë për Ebu Hanifën shumë, mirë po e mbrojnë bindjen e tyre, mendimin e tyre duke u veshur me emrin e Ebu Hanifës. Në fakt Ebu Hanifja ka qenë I pastër nga mendimi I tij. Ose Ebu Hanifja ose Imam Shafiu kështu me radhë. Kjo është arsyeja e dytë. Arsyeja e tretë është për shkak të fanatizmit të madh që ndodh nga disa persona ndaj një imami e duke përjashtuar imamin tjetër. Thotë duke u bë fanatik ndjekjen e një imami e duke lavdëruar aq shumë ata me një aspekt e nënvlerësojnë imamin tjetër që vlera e tij nuk është më e vogël se sa imamit që e pasonaj. Për këtë arsye inshallah duke I shpjeguar biografitë e tyre, kemi me pas çështje ashtu që do të me pas një musliman karshi këtyre imamëve që Allahu na ka privilegjuar me jetën e tyre në këtë botë. Fillojmë pa humbur kohë inshallah me Imam Ebu Hanifën. Mirë, po paraprakisht këto biografitë që do t'i shpjegojmë, do t'i shpjegojmë ashtu çysh janë, pa ja marru qefin dikujna ose pa fol diçka për me hin qef dikujna. Këto kemi me shpjegu ashtu çysh janë në realitet, duke u mbështetur në referencat besueshme. Ebu Hanifja, që konsiderohet edhe imami më I madh, edhe imami më I ri për nga mosha që ka lind, nëse e kapim nga aspekti historik, më afër pejgamberit alayhis salam, filloj me Imam Ebu Hanifën. Imam Ebu Hanifja dërum vllazën ose njerëzit në raport me ta janë 2 ekstreme, nëse mund me thonë. E kemi ekstremin e parë, çashtu që kanë bën ekstremitet të Aliu radiallahu anhu, çashtu kanë bën njerëzit ekstremitet edhe të Ebu Hanifja. E kemi një kategori të njerëzve që e ngrisin aq lart Ebu Hanifën, saqë e bajnë më të madh se sa pejgamberin alayhis salatu wasalam, po e kemi edhe një ekstrem tjetër që e përulin ose e ulin vlerën e nënvlerësojnë Ebu Hanifën aq shumë saqë ta merr mendja që ka qenë çoban ose një njerëz thjesht. Për këtë arsye na inshallah do ta mësojmë Ebu Hanifën ashtu siç ka qenë në realitet bi'idhnillahi taala. Ebu Hanifja, fillimisht do ta marrim emrin e tij, emërtimin. Ebu Hanife ka pas lagabin, ndërsa emrin real e ka pas Nu'man ibn Thabit. Nu'mani, djali I Thabitit, do thotë emrin real e ka pas Nu'man. Po pse e ka marrë lagabin Ebu Hanife? Ka disa arsye. E para është Hanife në gjuhën irakiane, që ka jetuar Ebu Hanifja në atë vend, I bjen ai boja që është mbajtur në kalumën për të shkruar dije. E për shkak se ky aq shumë ka qenë I lidhur me bojën edhe lapsin, aq shumë është marrë me dije, e ka marrë edhe lagabin Ebu Hanife, baba I bojës. E dyta është për shkak se Hanife e ka kuptimin fe e pastër, fe e qiltër. Për ta Allah në surën Ali Imran ka thënë, kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahima hanife. Thuaj të vërtetën e ka thënë Allahu dhe ndjeke fen e pastër të Ibrahimit alayhis salam. Pra Hanif e ka qëllimin fe e pastër. E për shkak se Ebu Hanifja ka qenë shumë I lidhur me fen, edhe aq shumë e ka ruajtur fen me fanatizmin më të madh, saqë nuk I është bërë vën nëse mas një kohë ka marrë vesh që është duke përkrahur një mendim gabim, e ka ndruar më një herë. Pse se qëllimi kryesor ka qenë ai ta ndjek fen ashtu që është, jo ti marrë qefet e njerëzve. E për shkak të kapjes së fortë pas fesë e ka marrë edhe lakabin Ebu Hanife. E rëndësishme është e ka marrë këtë lakab për shkak se tek Ebu Hanife janë përmbledhur cilësitë më të mira. Cilësitë më të mira që mund të mi pas një njeri. E dyta, sa I përket origjinës. Imam Ebu Hanifja është me origjinë perse. Nuk është arab.
Pra, gjështët e Ebu Hanifës kanë qenë nga Kabuli, që është kryeqyteti i Afganistanit. Do të thonë Persia këtë herë e ka përfshi edhe Afganistanin. Pra, origjina e tij është nga Persia. Pastaj gjyshi i tij e pranon Islamin në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Pasi që e pranon Islamin, zhvendoset në Kufe, në Irak. Vendoset në Irak. Pastaj baba i tij, që ka qenë Thabiti, takohet me Aliin radhiyallahu anhu. Ka qenë i ri, po takohet me Aliin radhiyallahu anhu. Pse takohet? Se Aliu si qendër të vetën e ka marrë Kufën. Pa me thoni, lloj kryeqyteti i Islamit në atë kohë ka qenë Kufeja, vendi ku ka lind Ebu Hanifja. E takohet me babën e vet edhe e bën një dua ndaj babës të Ebu Hanifës edhe ndaj pasardhësve të tij. Pra Allahu të dhash bereqet ty, edhe të qoftë bereqet në familjen tonë në pasardhësit e to. Ndoshta është edhe pranimi i duas së tij që Allahu e ka furnizuar Thabitin me një dalë sikur se ka qenë Ebu Hanifja. Është kjo. Ebu Hanifja ku lind? E mësuam që Ebu Hanifja ka lind në Kufe. Çka ka rëndësi me mësu ku ka lind? Ka rëndësi të madhe nga se në bazë të vendit ku jeton, ku zhvillohesh, çaj vend dikon edhe në personalitetin tanë. Pra Kufja, kur ka jetuar Ebu Hanifja ka qenë e stërmbushur me dietar. Në Kufë ndërun vllazën kanë shku shumë sahabë, qoftë me jetu përjetësisht aty deri në vdekje, qoftë për një kohë të shkurtër kështu me radhë, mirë po në Kufë janë vendosur shumë sahabi. Për këtë Omeri radhiyallahu anhu kur ka qenë halife i muslimanëve, e ka urdhëruar Abdullah ibn Mesudin me shku në Kufë për me mësu njerëzit në Kufë. Kufë po ashtu ka qenë i vendosur Sa'd ibn Abi Waqqasi, ka qenë Hudhaifa ibn Yaman, kanë qenë shumë sahabi. Aliu radhiyallahu anhu, domethënë ka qenë vend ku njerëzit që kanë jetuar në Kufë kanë thirrë dituri të pastër nga nxënësat e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Në Kufë janë vendosur po them me 10 sahabi. I kryesori ka qenë Abdullah ibn Mesudi. Do të thotë banorët e Kufës kanë marrë dije të pastër nga nxënësat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket vendit. Sa i përket ditës së lindjes, Ebu Hanifja ka lindur në vitin 80 sipas hijretit. Edhe këtë vitin kur e cekim, nuk e kemi për qëllim me thonë që për me festu ditëlindjen e tij, mirë, po e kemi për qëllim me tregu afërsinë që e ka pas me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Nga se në kohën kur ka lind Ebu Hanifja kanë qenë duke jetu ende sahabi. Për këta thuhet që Ebu Hanifja e ka taku Enes ibn Malikun. Që kanë qenë prej sahabive të vogël, kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, ka qenë sahabi mirë për i ri. E tash në pleçni e ka taku Ebu Hanifja që ka qenë i vogël, për këta llogaritet Ebu Hanifja nga tabenët, nga gjenerata e dytë pas sahabëve. Po pejgamberi alayhis salam sahabët që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tabenët janë ata që i kanë pa sahabët. Ebu Hanifja e ka par Enes ibn Malikun. Nuk ka mësu prej tij, mirë po e ka pa. Vetëm se e ka pa meriton më çujt, domethënë taben. Tjetra, shkaku i fillimit të rrugës së dijes. Pra cila është arsyeja se Ebu Hanifja ka nisë më morë me dituri? Fillimisht Ebu Hanifja ka lind në një familje shumë pastër. Pra prindërit e tij kanë qenë shumë pastër, janë mirë me tregti. Kështu që Ebu Hanifja si djalë i ri, natyrisht aty ka qenë Kurani esenca e të rive që e kanë mësu, para moshës 10 vjeçare mëson Kuranin përmendsh. Ebu Hanifja para moshës 10 vjeçare bëhet hafiz i Kuranit. Mirë po, nuk i qasët rrugës së dijes. Fillon më mirë me babën e vet si tregtar. Kështu që vazhdon me tregti, Shabiu një ditë, Shabiu ka qenë një prej hadithologëve më të mëdhej të asaj kohe. Ka qenë prej dietarëve më të mëdhej. Ibn Sirini, kur ka ardhur në Kufe, thotë e kam parë Shabiun duke mësuar njerëz të shumë. Edhe pse kishte ende sahabi gjallë. Pra ai ka mësu, ka majt me xhlise, ku ka dhënë ligjërata duke pas sahabi gjallë, që jep me kuptu vlerën e Shabiut, dijen e tij, devotshmërinë e tij kështu me radhë. E çka Shabiu po e përcjell Ebu Hanifën. Edhe një ditë prej ditësh po e fton. A ki mundsi me çdo shkon edhe i thot cil dietari ndjek. Pra ka dietar që mëson ti tek ta. Thotë Ebu Hanifja nuk ndjek asnjë dietar, unë mirë me tregti. Thot ndeqe rrugën e dijes, nga se tek ti po shoh një mbretësi dhe mençuri që rrallë kush e ka. Çka Shabiu që tham, ka qenë dietar shumë i madh, po i thot Ebu Hanifës, ndjekë rrugën e dijes se ti pas ke disa veçori që rrallë kush e ka. Thot kjo ka shkëndija e parë që ma ngjallin ndjenjen për me marr rrugën e dijes. Edhe s'pari
Ebu Hanifja nuk mirët me diturinë e fikut, mirët me dijen e argumentimit logjik, apo logjetike se thojnë. Pra fillimisht ja nis Ebu Hanifja mirët me argumente logjike, për me ja mundësu tjerëve që me pas besimin e pastër në Zotin. Për shembull, në kohën e ku ka jetuar Ebu Hanifja, rahimahullah, ka qenë në Basra, si një kryeqendër e llojshmërisë së njerëzve. Fraksionet pa masë në ta ka pas Mu'tazili, ka pas Khawarij, ka pas ateist, çka s'ka pas në Basra. Ebu Hanifja në moshë të re, 20 vjeçar. Thonë shkon mbi 27 herë në Basra, udhëton për me debatu me këto fraksione ndryshme që kanë jetuar në atë kohë. Dhe për çudi me ka debatu, për shkak të mbretësisë madhe që ka pas, këta e dëshmojnë edhe njerëz të tjerë, thonë secilin prej tyre e kalon gojë mbyll. Sa që thuhet edhe Jahm ibn Safanin, që konsiderohet si themeluesi i Jahmive, një fraksion shumë i rrezikshëm islam, domethënë edhe ky ka debatuar me ata, edhe ata e kalon gojë mbyll. Për shkak të oratorisë së madhe që ka pas Ebu Hanifja. Për këtë Ebu Jusufi thotë, Ebu Hanifja ka qenë një njeri shumë orator, shumë këtë elekuencën qatë zhvillu me sa që ai që e kanë dëgju nuk i ka orë monoton me ndëgju fjallët e tina. Zë ambël. Dhe ka qenë për atyre njerëzve që ata që e ka mendu e ka shprej lirshëm. Ka disa njerëz që jo çdo kush ka mundësi me shprej lirshëm që ata që e ndjen. Për shkak se Zoti s'e ka dhënë oratorinë. Ebu Hanifja ka qenë domethënë këtë aspekti perfeksionum. Mirë po duke pas debate shumë të suksesshme, ka nisë më bë referencë në debate. Çdo herë kur është bën një debat ja kanë drejtuar gishtin nga Ebu Hanifja për me prezantuar atë. Mirë po e ka pa që debati mirë po një farë zbrastie. Kur e ka pa këtë zbrasti që e ka fetarisht, e ka pa kur ka qenë në xhami, edhe ka ardhur një gruaja ka bën një pyetje të thjeshtë për talakin, për shkurozimin. Në xhami ju kanë, ja ka ardhur një gruaja ka vetë për shkurozimin, ka thonë se di. Ka thonë mirë, për shkove të pyete që të hoxhën që është duke i mësuar nxënësat, edhe kur ta ja përgjigjen, eja dhe tregon edhe mua se çka po thot. Shkon e pyet ja tregon përgjigjen, thotë tash më boll me çet lëminë debatov, tash po e përvishna fikhut, jurisprudencës islame, me kuptu fen që ashtu që shosh. Edhe shkon të ki hoxha duke i pas 22 vjet. Pra 22 vjeçar shkon të hoxha që ka pas emrin Hamad ibn Ebi Sulejman. Pra mësuesi i parë edhe kryesori i Ebu Hanifës ka qenë Hamadi. Shkon tek Hamadi edhe mëson të kë. Sa që bëhet prej nxënësave të dallum të Hamadit. Sa që Hamadi thot, askush nuk ka drejt më ul pranë me përveç Ebu Hanifës. Ka se Ebu Hanifa çdo kur ka mësu, kur ka shpjeguar Hamadi diçka e ka regjistru, edhe e ka mësu. Nesër kur kanë bën përsëritje, ky u dallu prej ketëve. E pas një kohë thotë Ebu Hanifja, pas 10 viteve në dëgjim, mësim të rregullt, thotë më shkoi menja me formu një grop në veti. Tash unë ku marri dije që gjatë më 10 vjet, tash po e baj një grop në veti, thotë mirë për kur hina në xhami e pa shoxhën u merr marrë. Merr marrë çish mi bën konkurrencë, po tham kushtimisht, se s'quhet konkurrencë, hoxhës tër. Kështu që shkova prapë ula, domethënë në atë vendin ku ka qenë të mësu hoxha. Mirë po ndodhi thotë një rast që hoxha u detyru me shku 2 muaj ditë me një vend tjetër për shkak të vdekjes së ndonjë të afërm me kështu me radhë, tha u mlaz vend mua atë. U mlaz vend për më mësuan nxënësat mua. Po gjatë kësaj periudhe tha 60 pyetje mi kanë bën njerëz. Këtë këtë pyetje i kam regjistru, po i kam regjistruar edhe përgjigjet e tyre. Kjo pas një periudhe 10 vjeçare, mësim i rregullt intensiv pranë hoxhës së tij. Thot kur erdh Hamadi mësuesi jam, ja paraqita 60 pyetje. Tha 40 u pajtu, 20 tha s'pajtuna. Tha prej këtij momenti e pash që nuk jam për këtë punë, thash kam ju, do të thonë, kam mësu tek mësuesi jam derisa të vdes. Pra nuk jam unë për me formu halekate të reja, xhamat të ri. Edhe kam mësu dhe me thonë deri në moshën 40 vjeçare, kur i kam rrinë Ebu Hanifja, derisa ka vdek mësuesi vet, kam mësu tek Hamadi. Tek mësuesi vet edhe nuk ju kanë dhënë fare. Pas vdekjes së tij do thotë e za vendin e tij Ebu Hanifja ku i mëson edhe njerëzit e tjerë. Mirë, po është shumë interesant se Ebu Hanifja pasi që i vdes mësuesi i tij i ka pas 2 cilësi. Njënën sa ka qenë gjallë, po njënën pasi që ka vdek. Thotë kur s'ka ndodhur pas vdekjes mësuesit tim, hoxhës këtë rast, thotë me fal një namaz e me harrun duata. Do të thonë çdo herë kur ka fal namaz e ka lut Zotin për falje edhe për mësuesin e vet. Do thonë s'ka ndodhur një herë më lut për prind
e mos më lut edhe për mësuesin tim. Mirë po, cilësi tjetër ka qenë që thot, përveç që jam lut për mësuesit e mi, jam lut edhe për nxënësat që i kam mësuar. Para më. Po sa ka qenë gjallë, thot sa ka qenë gjallë, vetëm dy cilësi po i ceki, thot kur si kum shtri komt nga shtëpia e hoxhës tim. Edhe pse mes shtëpisë time edhe hoxhës tim kanë qenë 7 rrugë që na kanë dhënë. Pra më sa shtëpia, sa rrugë, 7 rrugë, par distancë e madhe, thot kur komt si kum shtri në drejtim shtëpisë së tij. Jo në drejtim tina, në drejtim shtëpisë së tij për shkak të etikës, edukatës së madhe që ka pas ndaj hoxhës së tij. Është kjo. Pastaj dalmi tek mësuesit e Ebu Hanifës. Ebu Hanifja thuhet që i ka pasur 4000 mësues. 4000 hoxhallar. E këta pastaj erxon ata që Ebu Hanife ka ditë 40 hadithe, 7 hadithe, 50 hadithe, 17 hadithe kështu me radhë. Por njerëzit duke shpif për ta kanë thënë që Ebu Hanife s'ka ditë hadithe. Por ne vetëm prej njanit me mësues kanë një hadith 4000 hadithe. Në e qartë. Pra 4000 hoxhallari ka pas mësues. Edhe kjo nuk është larg mensh, nga se Ebu Hanifja prej moshës 16 vjeçare i ka bë 55 haxhe, derisa ka vdek moshën 70 vjeçare. Për çdo vit ka shku në haxh. E haxhi ka qenë si një grumbullim i dietarëve në atë kohë. Pra kë ka shku me kry haxhin, mirë po të njëjtën kohë ka mësuar prej dietarëve që janë gjendë atë. Është kjo, plus Kufja ka qenë vendi dietarë, thotë pavarësisht i ka pas Ebu Hanifja 4000 mësues. Prej tëre, nëse e mormi në mënyrë kronologjike me tregu se prej nga rrjedh dija e Ebu Hanifës. Pra secili imam e ka edhe zinxhirin e diturisë së tij deri tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ebu Hanifja ka mësuar prej Hamadit. Tham kush ka qenë Hamadi. Hamadi ka mësuar prej Ibrahim an-Nakhaiut. Ibrahim an-Nakhaiu ka qenë alama dietar, ka mësuar te Aisha radhiyallahu anha. Ibrahim an-Nakhaiu ka mësuar prej Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi ka qenë prej sahabive më të dalluar të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka qenë prej sahabive më të ditur, më të dalluar saqë Omeri e privilegjon me shku në Kufe për me dhënë mësim. Për këtë dija është përhap nga Abdullah ibn Mesudi në Kufe, nga Abdullah ibn Abasi është përhap dhe me thonë në Mekë, edhe Enes ibn Malik që ka qenë në Medinë. Pra këto janë 3 sahabit kryesor që kanë shpërndarë dijen e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ebu Hanifja, pra zinxhirin e tij deri te pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka nëpërmjet Abdullah ibn Mesudit. Është kjo, do thonë zinxhiri i tij i dijes është nëpërmjet Abdullah ibn Mesudit. Tjetra, sa i përket nxënësave. Ebu Hanife i ka pas rreth thuhet 700 nxënësa. Rreth 700 nxënësa. Mirë, po më të njohurit ka qenë Ebu Jusufi, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani edhe Zuferi. Këto kanë qenë prej 3 nxënësave që kanë transmetuar dijen e tij në mënyrë, më thon perfekte, tek gjeneratat që kanë ardhur pas tyre. Sa i përket cilësive fizike, kushtimisht, thuhet për Ebu Hanifën që ka qenë një njerëz shumë i pashëm. Ka qenë i zeshkan, ka qenë shumë i paqt, pedant në ndukje. Thamë që ka qenë i pastër, tregtar. Thon këta ka desh me shpreh edhe në rrobat e tij, në dukjen e tij. Pra ka qenë një njerëz që ka thonë Yahya al-Qattan. Kum prezantu me xhlisët ndejet e Ebu Hanifës, vetëm me këshir. E ke pa që kjo fytyrë është një njerëz shumë devotshëm. Por nganjëherë vetëm shikimi i disa persona ta kujton se kjo as nuk është fytyrë ranasaku, as nuk është fytyrë kriminali, por është njëri, më thoni i besueshëm, edhe njëri që i ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Po e morëm edhe një kapitull që është rreth adhurimit të Imam Ebu Hanifës, edhe inshallah në javën e ardhshme e vazhdojmë tjetrën. Sa i përket adhurimit të Ebu Hanifës. Pse i përmendemi edhe adhurimet e imamëve? Për të treguar se imamët Ebu Hanife, Maliku, Shafiu nuk kanë qenë vetëm të ditur, mirë po kanë bërë bashkimin mes diturisë edhe devotshmërisë. Dijes edhe veprës, dija pa vepër, sikur pema pa frute. Do thonë s'ka vlerë. Për këtë thuhet për Imam Ebu Hanifën që është dallu prej krejtëve në Kufe. Për ta kur ka njëri edhe i ka vet ato banor në Kufe, se cili prej njerëzve në Kufe është më i devotshëm, këtë kanë drejtuar gishtin nga Ebu Hanifja. Ebu Hanifja është quajtur Wated. Wated i thonë nëse kapmi në aspektin gjuhësor, i thonë kur shkojnë na për kampinge njerëz, ato çadrat e vogla që i morrin për me pushu, ato farlloj si baskia, si gozhda që në fund ngulën për me majt atë çadrën nivel që e quhet Wated.
Watet quhet. Për çfarë arsye? Se të çadra nuk e merr me vënu për gjësore, po e merr me vënu për ta natën. Edhe ajo nuk lëviz. Çështo Ebu Hanife për shkak të namazit shumë që ka bën. Për shkak koncentrimit të madh që ka bën namaz, leximit të tepërt të Kuranit, njerëzit e kanë thujt watet. Watet qëndrim i madh në kom. Për këtë Ebu Hanife është prej 4 personave që është transmetuar që e kanë lexuar hatme Kur'anin në një rekat. Është prej 4, nuk janë transmetuar më shumë. Është transmetuar për Uthman radhiyallahu anhu, që e ka lexuar komplet Kur'anin në një rekat, dhe është transmetuar për Ebu Hanifen. Pra komplet Kur'anin e ka lexuar në një rekat. Thotë Ebu Jusufi që ka qenë prej nxënësa më dallum të Ebu Hanifës, thotë kemi qenë duke ecur në një treg, edhe po e ndëgjon Ebu Hanifja një person po i thotë tjetrit që ky që s'flet ta natën. Që ky që s'flet ta natën, duke adhuruar Zotin, do të thonë aludonte në adhurim të Zotit. Ebu Hanifja tha, po folin diçka për mua, çka nuk është realisht. Prej atij momenti thuhet që kur s'ka flet natën. Pse s'ka pranuar dikush me fol diçka, sa ky s'e ka. Për këta thuhet 40 vite e ka falur namazin e sabahut në abdes të yatsis. Që i bie që s'ka flet kot. Thon 40 vite s'ka flet, vetëm ju ka përkushtu adhurimit, duas, leximit e kështu me radhë. Pra ky ka qenë Ebu Hanife. Po ashtu tham që e ka kry 55 herë haxhin. Pra çdo vit prej moshës 15 vjeçare deri 70 vjet sa ka dek, por çdo vit e ka kry haxhin. Tjetra përmendet që Ebu Hanifja në namazin e natës aq shumë ka qenë i koncentruar sa që ka pas raste, sikurse pejgamberi alayhis salatu wasalam që ka ndodhur që me një ajet e ka përmbyll namazin e natës. S'ka mujt me kalu në ajetin tjetër, po ashtu thuhet edhe për Ebu Hanifën që ta natën ka pas raste që i ka shku vesh një ajet duke lexu nga, do të thonë, përjetimi i atij ajeti që e ka bë. Pra ky është shkurtimisht rreth Ebu Hanifës, e inshallah në javën e ardhshme do të tregojmë se si ka qenë sjellja e Ebu Hanifës në raport me pushtetin. Edhe kimë me pas se kësaj njeri është vërtet me pas. Pra më ndërun vllazën kur s'ka pranuar dhurata prej pushtetit. Ebu Hanifja ka qenë prej atyre njerëzve që kur prej pushtetit s'ka pranuar dhurata. Ebu Hanifja ka qenë prej atyre njerëzve që aq sa ka shpenzuar për familje, aq ka shpenzuar edhe për tjerë. Aq sa ka shpenzuar për nxënësa, çaq ka shpenzuar edhe për kolegët e tij xhallar. Pse i kanë ndihmuar xhallarëve, dietarëve në atë kohë, vetëm që mos më shku te halifi ose më punu me pushtetin, që pastaj mu bë me shtrin dorën e pastaj më ndru fetfat. Për ta treguar një rast, Ebu Xhafer el-Mansuri që ka qenë halifi i asaj kohe, ja ka thënë 10.000 dinar. Ja ka thënë 10.000 dirham. Ebu Hanifa, si shpërblem, nuk i ka pranuar. Në atë kohë 10.000, disa kanë qenë, nuk i ka pranuar. Pse s'po i pranon? Ka thonë nga se këto paret më kishte prej xhepit vet i kisha pranuar, po këto janë paret muslimanëve. E çyshun me marr parën e muslimanëve. Po kjo ka qenë Ebu Hanifa. Inshallah, javën e ardhshme e vazhdojmë, edhe shpresoj tek Allah subhanahu wa taala që këto mësime që do t'i marrim na bëjnë dritë këtë botë, dritë në botën tjetër, edhe inshallah të kemi mendim të mirë për imam ton. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.